Të kjo mundesh me dalë ne që më na demonstru çka është kjo më saktësisht? Kjo është një pajisje me të cilat I bëjmë matjet biometrike të syrit, të cilat janë të domosdoshme për shembull te intervenimet e kataraktës, ku përcaktohet madhësia e boshtit, keratometria, përcaktohet thjerza e cila do të implantohet brenda në sy. Andaj është një pajisje që po ashtu jetike për një vendim që do të bëhet qoftë për intervenimin pastaj. Me këto e kemi më të saktë edhe përgjigjen edhe gatishmërinë e pacientit. Ashtu, këto janë automatike në kohrat më të hershme në mënyrë manuale, ndërsa tash natyrisht pajisjet I bëjnë matjet dhe japin në mënyrë automatike rezultati. Fa lehtësimi për profesionistët shëndetësor? Patjetër. Sinqerisht se ju bëni, unë kam pa edhe në rrjetet sociale dhe ju dhe doktora Frime dhe të gjithë stafi bëni vizita, trajnime, përditësime të mëdha shkencore dhe kjo besoj që ja u ka lehtësuar edhe njohuritë që merr në jashtë vendit. Natyrisht gjitha janë të rëndësishme dhe po ashtu edhe stafi edhe ne si mjek pastaj duke punuar me aparatur I beson, kalibron sipas nevojave tua dhe natyrisht këtu te ne zakonisht I bëjnë stafi I infermierëve, që janë të trajnuar dhe I bëjnë në mënyrë shumë precize dhe profesionale, natyrisht në mbikëqyrjen tonë. Absolutisht po. Dhe gjitha këto matje nuk bën vetëm me një pajisje. Shumë shpesh përsëriten disa pajisje në mënyrë që pastaj të krahasohen